Padyshim që kryefjala e mediave këtë ditë ka qenë incidenti i njohur gjatë spektaklit të shtëpisë më të famshëm në Shqipëri, ku Jozefin Marku qolli me pëllëm banorin tjetër të shtëpisë, Gjestin. Pas kësaj ngjarje, Jozi u shoqërua në komisariat, ku pasi dha dëshminë e tij u procedua në gjendje të lirë. Të shumta kanë qenë reagimet lidhur me këtë situatë, si të famshëm por edhe njerëz të thjeshtë. Disa prej ndjekësve kanë përqafuar veprimin e dhunshëm të këngëtarit dhe disa të tjerë kanë dënuar. Ata kanë shfrytzuar rrjetet sociale të Jozit për të shfryrë inatin, por edhe për të treguar mbështetjen. Kjo e fundit është banori në numrin e ndjekësve të ish banorit të shtëpisë së famshme. Para disa ditësh ai kishte 56.700 ndjekës, ndërsa tani ai numëron 75.800 ndjekës. Ndërsa për ata që kanë dënuar veprimin e këngëtarit ka qenë vetë ai, i cili ka marrë masa. Jozi ka vendosur që të mbyllë të gjitha komentet në postimet e tij, duke mos i dhënë kushto mundësi ndjekësve që ta kritikojnë atë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.